Pas ndeshjes së shumë komentuar të Zvicrës në Kosovë dhe fishkëllimave të dëgjuara ndaj Granit Xhakës, babai i tij Ragip Xhaka ka reaguar me një mesazh të gjatë, të sinqertë dhe thellësisht emocional dedikuar djalit të tij. Shkrimi i shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale ka prekur mijëra shqiptar dhe ka rikthyer vëmendjen tek sakrificat, rrugëtimi dhe forca e familjes Xhaka. Në letrën e tij Ragip Xhaka nis duke i kujtuar Granitit rrugën e gjatë dhe sfidat që vetë ai ka kaluar nga Kosova deri në Zvicër, gjithmonë me synimin që t'u krijonte fëmijëve të tij një jetë më të mirë. Çdo hap që ka mbledhur nga Kosova deri në Zvicër, çdo vendim që ka marrë e ka bërë duke menduar për ty dhe Taulantin, shkruan ai duke theksuar se çdo sakrificë ka qenë për t'i rritur të drejtë, të ndershëm, të fortë dhe të paepur. Në këtë mesazh të fuqishëm Ragipi ndalet tek karakteri i djemve të tij dhe mënyra se si ata janë përballur me sfidat që u ka sjell jeta, por edhe me kritikat e pashmangshme që vinë me karrierën sportive. Sa herë u asolli jeta beteja të vështira, ju ngritet më të fortë, shkruan Ragip Xhaka, ndërsa thekson se mirësia dhe zemra e madhe fiton gjithmonë, pavarësisht zhurmave të momentit. Fjalët e tij marrin një peshë të veçantë në kontekstin e ngjarjeve të fundit ku Granit Xhaka, kapiteni kombëtar së Zvicrës dhe figurë e dashur për shumë shqiptar, u përball me një moment të vështirë në tokën e prejardhjes së familjes së tij në stadiumin Fadil Vokri. Mesazhi i babait vjen si mbështetje e pakushtëzuar, forcë morale dhe rikujtimi i rrënjve që i kanë mbajtur gjithmonë të bashkuar. Për gjithçka që jeni dhe gjithçka që keni bërë, unë jam krenar pa mas me ju. Ju jeni dhe do të mbeteni dy zemrat e krenarisë sime, shkruan Ragipi në fund të mesazhit, duke nënshkruar me fjalët: me shumë dashuri babi. Lideri dhe kapiteni im Granit, çdo hap që ka mbledhur nga Kosova deri në Zvicër, çdo vendim që ka marrë e kam bërë duke menduar për ty edhe për Taulantin. Pse? Sepse desha që ju të rriteni të drejtë, të ndershëm, të fortë dhe të paepur, desha t'ju mësoj të përballeni me çdo sfidë dhe çdo sakrificë, dhe ju e keni bërë këtë me nder e karakter. Jam krenar biri im, desha që ta donit veten, familjen dhe adeun e të parëve tan, dhe ju e bëni këtë çdo ditë. Ju mësova si luftohet e si qëndrohet përballë më të keqive, dhe sa herë u asolli jeta beteja të vështira, ju ngritet më të fortë. Sa herë që dikush nuk ju ka dashur, ju keni falendëruar, dhe në fund ju prap ju kanë dashur, sepse zemra e madhe fiton gjithmonë. Për gjithçka që jeni dhe gjithçka që keni bërë, unë jam krenar pa mas me ju. Ju jeni dhe do të mbeteni dy zemrat e krenarisë sime. Me shumë dashuri babi, shkruan Ragip Xhaka në mesazhin e ndier për të birin. Ky reagim është shpritur me emocione në rrjetet sociale, ku shumë tifozë kanë shprehur solidaritet me familjen Xhaka dhe respekt për qëndrueshmërinë e tyre ndër vite. Mesazhi i Ragip Xhakës jo vetëm qetëson zemrat, por i rikujton të gjithëve se përtej futbollit ekzistojnë histori njerëzore, familjare dhe të dhimbshme që qëndrojnë në rrënjët e suksesit.